Me qenë se fole lagjën pejton që shpo e shef fushatën Prishtinë edhe the që për uranin je në këto zgjedhje. E për krahë, më tonë. Po, edhe kam me votu për ta. I vetëmi që të regon votën Po, publikisht në zgjedhjet e kalume, kam votu për Parim Ramën. Ta është dalë une, apo guptan... Pse nuk voton ma për Parim Ramën? Sepse Gjon Ilalla në Prishtinë, po, nuk kam. Krejt ma beti Prishtinës, është cilë veç të kockat e sheshe. E ka njësë rrugën A. O me lajmë, e ka njësë në rrugën A, për shambull. Që kjo diskutu emisionin e kalum që të studio. E ka njësë rrugën A, për shambull. Në lagjën time dhe në shumë lagjët të tjera të Prishtinës, pikrish në fushat, e ka lëshu ndryqimin, që kish mujtë me lëshu para 4 viteve. Për 4 vite janë. Nomi për ndryqim edhe me qira, mujna me avokat. Unë që kam 7 vjetë në Korotic, s'kam ndryqim. E pse, okej, Bili shpend Ahmeti, ka me met në historia ta kungjat që ne ka edhe kiflet. Një 13 autobusat, ata zëmë edhe kiflet. Për shërmë të i ka përdita që po unë gjësh mi kungjë me pushu kur shetet shumë shesh, po bili unë gjë shumë dikon. Këllos në ka bo as kungja. Asni sukses nuk e numëran të për Parim Ramës. Pasha zotën jo, unë për veti ju. Shumë kisha pas qef me të pas në emisionin e kalumë, se do suksese që u përmenshin, unë për veti u habet qa. Pse uranin e jo besën ose bejkën? Dëgja, besa, pajtoj me ty, është shumë vojz e shkollume, e civilizume, po jemi gjallë, besa nuk mund me fitu. Partia koha e gabume? Dëgja, besa është e vullosën si PDK. Qysh po tu? Po, vullën e ka në opinion. Ta shqyre, unë për veti që... Pse vullën opinion? Që vetë zotrirën për para, unë nuk jam antari PDK-s, veç unë nuk jam frigacak si do njerës që pesi u formun PDK-ja, me bon këti bej edhe Arlindit me arrej Bibel e Kuran, kush në opinion nuk beso që unë s'jam me Partinë Demokratike të Kosovës. E unë kur nuk jam lodhë me mohu simpatin që e kum posë për te. Besa Shahini, kur ka ken ministre në Shqipëri, nona Shqipni e Afërditës edhe jamja, aja ka shku me direktivat e PDK-s, o ku që shto? Po që të thajru la qeku me direktivat PDK-s, edhe kjo konë qatë ko. Edhe ajrulloj, po. Po dhe. Po ajrulloj nuk ko gudzem me Po dhe s'najti shumë ajrulloja, po të kujtojt. Po une që tha një kolege, një në televizion një qik doje, se kam që tha jam e mbi kvalifikume për punën që e baj. Unë e mendoj që kjo është e mbi kvalifikume për me konkretore Prishtinës. Amo paralelën e ki gabem me lajmë shtash me besën edhe me qikën e dojës tonë. Se? Pse që ashtu ki gabem paralelën. Krasoj e me diqka tjetër për shumë. Ja, se kam ishtë, pse qika dojës tem është juriste, e ka dhonë licencën është koha e gabume, vëq pak, është për besën. Koha po partia e gabume në këtë rast? Unë mendoj që besa, a di pse ka me fitu besa? Qysh ka me fitu besa? Ka me fitu se ka me hi... Asamblejiste. Okej. Po, në që se më pyt kush ka me fitu Prishtinën, gudzoj mja qëllu pak. Hajt pak të shumë, Prishtina gudzojna ka shumë e me shku në diskutush. Balotash. Po, si... Prishtina është... Po shumë komi? Ja, po shumë rëndësi. Si gjithë. Dëgjo. Po kush është roli kryesor në Që balotash? të regoj, në ka më shku në balotash, në ndë mas balotajit, ka më kryu fryma e humbjes të kryetarit aktual, edhe Banvaki gudzej mja qëlluja 60% që ka mundësi që fiton Urani Smojli. 60% ka mundësi. Edhe unë mendoj që Prishtina kësaj radhe duhet mbi gjitha të aprovoj Partinë Demokratike të Kosovës. Sepse përveç që jo që jam unë aty, po ne jemi njerëz projekteve të mëdha. Unë i besoj Uranit. Pra, Partia Demokratike e Kosovës duhet ta merr të paktën se te për shembull i beson që edhe feja duhet me përkrahëse i prej PDK-s, është okej, duhet ta merr me analistë bojna pak Prishtina me PDK. Prishtinën duhet ta merr një herë 4 vjet PDK-ja. Dhe qytetari i Prishtinës ta sheh
Se po thujnë që neve përna vynë të djetë në kry projekt. Ta shes qytetari Prishtinës se si duhet me punua. Që ku e ki dëshmitar Muqicin, e let hynë krejt të leshikus të portali pa rrotlla. Në që se gjonë të naj reklam në portalin tonë, partive politike, unë mo nuk dalë publikisht. Ne se kjo nuk thonë kur nuk Ja, valoj, ja me bobojnë, jo këta bënë shumë reklama, pa diku javdhon parti të reklamat. Javdhon zakonisht portalet që i shantazhujnë. Jetë unë s'ka nuk i shojnë. Edhe në të këm pak... Unë dëgjo analizat që i baj, nuk më nëshme përfshi këtë media, Milajm, se dhe na për shumë keme reklama, po... Për portale fulla, më falë, unë po na kemi dhe portale, okej. Po dhe në portal, pas portal reklama, falë, që se dikush reklamon të të në portal, së mund me shova, loj. Unë nuk pranoj reklama se po kam qenë nëse marëm Milajm se si u zhvillu Kosova këto 26 vite. Nivel qëndror. Unë mendoj që 2008-2014 ka qenë situatë, ka qenë situatë bombazike. Po nuk është fushat, ne po dragëm realitetin. Nëse Kosova i ka hapë sytë për smari, ka qenë 2008-2014. Për tash të mujna më këti bravo, pa. Unë po thëmë pëse si jemi që aty edhe ma mirë. Ju i keni fojë vetë, pëse si jeni që aty, ju më tregoni ju si PDK, tjerë si LDK, ne jemi ma kesë se qytetari vendosi, u habet qytetari edhe... Arlen, që shpesha Prishtina, në garën për Prishtina? Une, sigur të kështë, po bënej, e shënë dy aspekte, kreativiteti, për shemë në i Besa Shahinit, më ka buja është zakonisht për shtypje, për fushatën që për bëna o temat që ajo për i prejkë. Dhe me thonë njën tema sociale, cilat shumica njerëzë balafaqohen çdo ditë. Si që është banimi për balushëm, është një ndër temat kryesore që çdo ditë diskutohet, sepse Prishtina po bëhet një qytet shumë i shtrejtë për studentë, pas parasysh edhe Aferdita e përmeni këtu ka studentë vinë prej komunave tjera dhe një banesë 400 euro, 450 euro është jashtëzakonisht shumë shtrenjtë për një student që vjen me studium Prishtinë. Kështu që janë temat cilat ballafaqohemi çdo ditë me to. Unë e sikur të kisha qenë shtetari Prishtinës, dhe ta kisha votu Besa Shahinën për kryetare. Votu si cilës komunje? Fush Kosovës, okej. Unë votaj Fush Kosovë, po sikur të kisha votu në Prishtinë, vota ime kish me shku për Besa Shahinën për kryetarët komunës Prishtinës. Për sa i përket për parim Ramës... Kryetarit aktual... Menon që ka nëj rezultat që ja vlen me garu prapë me i pas edhe 4 vjetë plus? Nuk e di, ka pas shumë premtimet më aja, deri të kliqeni aty të stadiumi, po nuk është që e ka realizu në një përveç që tash e kuptojmë edhe pjesën e sabotimit që ka po qeveria e Kosovës. Sepse vazhdimisht, në vazhdimësi ka pas pengesa për tyne. Shto këtu faktin edhe tatina edhe asamblezve të vendosis që kanë qenë shumic në kuvendin e Prishtinës, ka pas pengesat vazhdueshme. Për hiq pengesat nuk është që ka bu diçka. Okej, po më falë që për ndërpej, Alien, po okej që do pengesa, krejt jënë të arsyetus edhe titulli është premtime, tani mandej justifikime. Puna është që Prishtina e ka një buxhet kogjatë të madhë që kishë mujtë me i kry kogjatë, do punë të mira, mos mu më varë heq prej. Sidomos edhe projektet që janë ndalë, ndoshta kishë mujtë me vazhdu diçka tjetër. Po që kjo problemi që më pishet jo veç në Prishtinë, po të shumica e kandidatëve për kryetar, që ka përveç kandidatit për kryetar Mitrovicës nga ratë të PDK-s, i cili Zoti Tahiri dje tha që gjithë kalkulimin e premtimeve e ka bërë në bazë të buxhetit vetëm të komunës. Dhe asnjë premtim më shumë se sa ka mundësi buxheti i komunës. Premtimet që po bëhen për të llogaritë në qeverinë, në projektet ministrive, e që gabim, tani masanej po dalin për me ranca,